Pastron tërësisht zorët, largon kapslëkun dhe zhduk barkun e fryrë. Ja receta që bën mrekulli. Kapslëku është një gjendje mjekësore në të cilën jashtëqitja është e vështirë ose e rrallë. Mund të shoqërohet me shqetësime, fryrje dhe dhimbje, dhe shpesh lidhet me dietën, marrjen e pakët të lëngjeve dhe stilin e jetës sedentare, duke ndikuar kështu në një sër faktorësh të organizmit, të cilët mund të ndikojnë edhe në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Sipas Healthline, ushqime të tilla si tërshëra, akumullat e thata dhe kafeina mund të përmirësojnë frekuencën e jashtëqitjes. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Nëse vuani shpesh nga këto komplikacione, atëherë në dietën tuaj shtoni këto produkte ushqyese. Farat e lirit të bluara. Farat e lirit janë burime të mira të fibrave të tretshme, të cilat janë një nxitse e lëvizjeve të rregullta të zorëve, duke rregulluar kështu edhe mënyrën se si ato funksionojnë. Studime të vlefshme kanë treguar efektet e përditshme të lirit, që raportojnë se japin rezultate fantastike në sistemin tuaj tretës, zvogëlojnë problemet e kapslëkut dhe përmirësojnë punën e zorës suaj. Farat e lirit të bluara mund të jenë një nga zgjedhjet më të mira ushqyese që mund t'i jepni shëndetit tuaj tretës në lehtësimin e komplikacioneve dhe në rritjen e frekuencës së jashtëqitjes. Kivi është një produkt shumë i mirë ushqimor, që mund të luajë një rol mbrojtës për shëndetin tuaj të zorrës. Provoni të hani kivi kur vuani nga kapslëku. Ngrënia e lëkurave të kivit rrit përmbajtjen e fibrave, që mund të jetë gjithashtu efektive edhe në rastin tuaj. Konsumi të paktën 2 kivi në ditë mund të nxjisë një jashtëqitje më të rregullt dhe të krijojë gjithashtu një tretje më të mirë të zorës suaj. Ekspertët tregojnë se ato mund të japin rezultate fantastike në sistemin tuaj tretës. Prandaj, konsumi i kivi do të vendosë në lëvizje të rregullta zorët. Kivi mund të rrisë vëllimin e jashtëqitjes, të përshpejtojë kohën e kalimit të zorëve dhe të relaksojë muskujt e zorës së trashë. Një enzim i quajtur aktidin gjithashtu mbështet lëvizjen e vazhdueshme të përmbajtjes përmes traktit tretjes, duke evituar kështu problemet e tretjes dhe duke sjellë një zgjidhje mjaft të mirë ushqyese në rastin tuaj. Fara chia gjithashtu mund të shtohen lehtë në dietën tuaj ushqyese dhe të mbajnë larg problemet e kapslëkut. Ngrënia e një pudingu me fara chia është i pasur me fibra të cilat mund të nxisin vëllimin dhe veprimin më të mirë të zorës suaj të trashë, duke evituar kështu komplikacione dhe gjithashtu duke zgjidhur edhe shëndetin tuaj të zorëve. Tërshëra është një ushqim shumë i shëndetshëm që mund të japë rezultate fantastike në mbrojtjen e zorëve. Tërshëra dhe krundet e tërshërës janë burime i fibrave të tretshme, të cilat ndihmojnë në hidratim dhe zbutjen e jashtëqitjeve për ta bërë atë më të lehtë drejt daljes jashtë. Shmangni ngrënien e krundeve të grurit nëse keni probleme me kapslëkun. Ky përbërës në fakt është zbuluar se përkeçon kapslëkun. Në vend të kësaj ngrohni një tas me bollgur dhe boronica dhe fara chia për një fillim të pasur me fibra në dietën tuaj. Kumullat e thata janë një produkt shumë i mirë ushqyes që mund të mbajë larg problemet e tretjes edhe të zgjidhë gjithashtu edhe problemet e konstipacionit. Sa më të pasur ta keni dietën tuaj ushqyese, aq më pak do të keni probleme me tretjen dhe gjithashtu do të lehtësoni problemet që ju kanosen si pasojë e konstipacionit. Kumullat e thata janë të pasura me ushqyes bazë për kapslëkun dhe një arsye shumë e mirë për të shtuar në dietën tuaj. Kumullat e thata jo vetëm që ofrojnë fibra, por janë edhe një burim i pasur i sorbitolit. Mbani mend se një sasi e vogël e kumullave të thata mund të jetë shumë e dobishme. Për disa, konsumi i kumullave të thata ose pirja e sasive të mëdha të lëngut të kumullave të thata mund të shkaktojë fryrje ose diare të pakëndshme. Filloni duke ngrënë 3 deri në 5 kumulla të thata, duke pirë gjithashtu edhe lëng kumulle pasdarke për të pasur një lëvizje më të mirë të zorëve mëngjesin e ardhshëm. Kafeja është një produkt i cili mund të ndihmojë edhe në rastin tuaj. Kafeja nuk është pikërisht një armë sekrete për menaxhimin e kapslëkut. Ka ndoshta disa arsye pse kafeja nxit jashtëqitjen e rregullt. Kafeina stimulon tkurrjen e muskujve në të gjithë traktin tretës që ndihmojnë në lëvizjen e përmbajtjes.
Pirja e kafes stimulon gjithashtu prodhimin e hormoneve që mbështesin tretjen, siç janë për shembull edhe elementët ushqyes. Pirja e ngrohtë e një filxhan kafeje gjithashtu mund të stabilizojë lëvizjen e jashtëqitjeve dhe mund të ndihmojë gjithashtu rastin tuaj specifik. Mollët. Një mollë në ditë mban mjekun larg, dhe ky është një mendim jo i rastësishëm. Fruti që jep 4 gram fiber ndihmon zorrën të lëvizë në bazë aditore. Mollët përmbajnë gjithashtu pektinë, e cila është një fibër e tretshme e njohur me veditë e saj laksative. Në një studim, 80 pjesëmarrës morën suplemente pektine dhe rezultatet ishin spektakolare pas 4 javëve. Pra hani mollën tuaj të thjeshtë së bashku me kosin, tërshërën, sallatën ose fruta të ndryshme për të vënë në lëvizje gjithashtu edhe zorrën tuaj dhe për të evituar problemet e kapsllëkut. Fiqtë janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese kundër problemeve të kapsllëkut. Fiqtë e thatë në veçanti japin edhe më shumë fiber. Mendoni se gjysma e filxhanit është e barabartë me 30% të nevojës tuaj ditore për fibra. Një studim të 40 vullnetarë tregoi se fiqtë përmirësonin strukturën e jashtëqitjes dhe reduktonin ndjeshëm gërçet e barkut të shkaktuara nga kapsllëku. Thjerëzat. Ju e dini që shumica e bishtajave ndihmon në lëvizjen e zorrëve, përveç marrjes së duhur të fibrave, thjerëzat rrisin prodhimin e acidit butyrik, i cili rrit lëvizjet e sistemit tretës. Nëse vëreni se keni përmirësim të ndjeshëm të dietës suaj, atëherë do të keni edhe më pak probleme me tretjen. Patatet e ëmbla. Ju tashmë keni një arsye të mjaftueshme për të ngrënë patatet e ëmbla, por tani ju zbulojmë se ato ndihmojnë edhe në lëvizjen tuaj të zorrëve. Ato janë të pasura me fibra, saqë mund të përfshihen në receta të ndryshme për të zvogëluar edhe problemet e tretjes. Kefiri. Qumshti i fermentuar përmban probiotik, të cilat janë bakteria të shëndetshme në zorë. Studimet të panumërta kanë treguar se kefiri është një aleat i madh kundër kapsllëkut dhe kontribon ndjeshëm në hidratimin e zorrëve. Mund të bëni smoothie me kefir në vend të qumshtit klasik, ose ta kombinoni atë edhe me tërshërë për të marrë një tretje më efektive dhe të mos u vuani gjithashtu nga problemet e kapsllëkut. Uji është baza kryesore e një diete të shëndetshme, gjithashtu edhe për të evituar problemet që ju kanosen si pasojë e kapsllëkut. Sa më të pasur ta keni dietën ushqyese, aq më pak probleme do të keni me kapsllëkun. Sigurohuni të bëni një përzgjedhje të duhur të ushqyesve në dietën tuaj. Kështu do ta keni më të lehtë të përmirësoni edhe shëndetin. Uji 1 dhe ushqimet e pasur me fibra 2 janë të rëndësishme për të parandaluar kapsllëkun. Uji duhet të konsumohet gjatë gjithë ditës për të zbutur jashtëqitjen, kështu mund të dalë më lehtë. Fibrat janë të rëndësishme për të shtyrë ushqimin nëpërmjet traktit intestinal. Ja cilat janë ushqimet të pasura me fibra që mund të shtohen në dietën tuaj për të ndihmuar në një jashtëqitje të rregullt. Bishtajat. Bishtaja të tilla si fasule, thjerëzat, qiqërat kanë një sër përfitime shëndetësore. Është mirë t'i përfshini ato çdo ditë në dietën tuaj për të pasur edhe fibrat e nevojshme, proteinat, vitaminat dhe mineralet. Vetëm një kup me fasule mund të shtojë 5 deri në 6 gram fiber ose edhe produkte të pasura të cilat do të lehtësojnë lëvizjen tuaj të zorrëve. Bollguri. Bollguri është i pasur me fibër të tretshme, e cila do të ndihmojë në kalimin e ushqimeve nëpërmjet zorrës dhe jashtëqitjen e menjëhershme. Spinaqi është një tjetër produkt i rëndësishëm që mund të shtohet lehtë në dietën tuaj ushqyese. Një kup me spinaq do të sigurojë 4 gram fiber që përmban magnez, një mineral që ndihmon te jashtëqitja. Magnezi gjendet shpesh në laksativ, megjithatë është i pranishëm edhe në ushqime të ndryshme, dhe këto të dyja janë të sigurta për njerëzit. Në dietën tuaj nuk duhet të mungojnë gjithashtu edhe frutat e thana. Nëse kërkoni më shpesh, konsumoni fiqt e thatë. Ato janë të pasura me nivele të larta të fibrave edhe mund të përmbajnë gjithashtu edhe një strukturë më të mirë tretëse për zorrën tuaj dhe lehtësimin e komplikacioneve që i kanosen asaj. Sigurohuni të konsumoni ujë mjaftueshëm dhe të merreni me aktivitet fizik në mënyrë që të lehtësoni problemet e tretjes dhe të siguroni gjithashtu një jashtëqitje akoma dhe më të shëndetshme. Vëmendje.
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë